Ky emision mundësohet nga Telkos. Përshëndetje me shtetë e Kulinda, mirë se po takohemi edhe këtë të shtunë. Kësaj radhe kemi ardhur në një fshat të komunës së Mitrovicës, jemi në fshatin Gushavc. Për më na tregu pak më shumë se si ka qenë jeta në këtë fshat më herët e se qysh është sot, na tregojnë dikush prej banorëve të këtij fshati. Shkojmë bashkë. Tash jemi njërin prej banorëve të këtij fshati, i cili na ka mirëprit në vendlinjen e tij, Skënder Sahiti, i cili na ka mirëprit sot në fshatin e lindjes së tij, në pjesën veriore të Kosovës. Faleminderit shumë që na ke mirëprit sot. Faleminderit juve për ardhje, për respektin, për vizitën juaj, që keni shpreh dëshirën me u njoftu pak a shumë me të dhënat e fshatit tonë Gushavc. Në fakt është hera e parë për mua që jam marrë në këtë fshat edhe nuk di kur gjë kështu veç sa kom hulumtu pak a shumë për fshatin për faqe të ndryshme që i kanë mërgëntar që i mbajnë. Tu tregona pak se çka e karakterizon këtë fshat. Çka e veçan fshatin Gushavc në të kaluarën e në tashmen, muna me thonë prej brezave, unë i kam 66 vjeçar, prej gjyshit, për moshatarëve të tij, për babës moshatarëve të tij, kalumen edhe deri tash, çka kemi përjetuar dhe çka kam dëgjuar prej tyne, fshati karakterizohet me fjalë, me besë edhe me punë. Ka qenë gjithmonë një fshat cili ka pas fjalë, ka pas besë, ka pas punëtor, ka pas adhetar, edhe se më e veçantë fshati si fshat njihet prej kohënave, edhe tash ekziston, jemi fshat bukëdhënës. Pse po thu kështu, keni bë bamirësi më shumë? Edhe bamirësi, edhe këtu ka pas lëvizje të ndryshme, gjithmonë unë e maj mend kur kam qenë i vogël në odën e gjyshit, ka pas mosafer kalimtar që kanë ardhur prej viseve të ndryshme, me bë tregtit asaj ku asa kanë pas nevojë edhe mundësi me bë në Mitrovicë. Sepse Mitrovica ka qenë gjitha kohën pak si qytet urlidhës për dzehe, për tregti, për gjitha, edhe për shkak të lumit. Lumi ka pasur shumë ujë, kanë bërë lëvizje prej pjesëve të ndryshme me mjete, me thonë lloj barkash, ta sokohet punuar për një shpërzim prej druni, kanë transportuar prej naltit, për shembull prej pjesës Tribariqit e Trozhajës me baktije, me treg, e di si ka pas shumë mosafer, të rastit, po edhe mikpritje me miqësie, me shoke, me gjithmonë ka qenë fshat që unë e di që ka dhënë bukë edhe ka prit miq e mosafer çdo herë. Pra, mujna me thonë kushdo që janë një person të Gushavcit le të dinë që nuk është besprem edhe është mikpritës. Gjithsesi ajo që ndron, edhe besoj që brez pas brezi ka më përcjell. E sot dhe hala vazhdoni me i majtë këtu tradita? Vazhdojmë, tradita si tradite, çka janë të mira edhe çka janë shqiptare, nuk i kemi anashkalu asnjëherë, megjithëse tash është edhe pjesë e jetës më moderne, po tradita si tradita asnjëherë nuk i anashkalojmë.
Tregëm se qysh është fshati. Sa ka popullat sot? Fshati, këtu ku jemi, është pjesa e fshatit, pjesa e re. Mrapa, kjo logina sigurisht e keni bo xhirimin me drën, fshati është në këtë pjesën këtu, Gushavci, si në Gushtic. Edhe është e banuar sikur ne, po pa pas mundësi në pikë qëndrimi për me po këtë fshatin, jemi vendosur këtu. Megjithatë, fshati tash i ka dikon paravarësisht 140 deri 150 shtëpi. A ka nik njerëz për këtu ecën në shumicën e fshatrave? Për me ik nuk ka nik asnjëri, këtu Mitrovicën e kemi afër, nuk kemi familje që jetojnë në shpërngulje prej ujit në Mitrovicë, po megjithatë në botën mërgjimtar kemi shumë. Ka shumë Për mërgjimtar. Evropë, Skandinavi, e sidomos prej fshatit shumë kemi në Amerikë. Është kjo pjesa e mërgjimtarëve që kanë dalë në vitet e mëhershme, apo pjesa e që janë largu prej luftës të fundit? Ndryshme, pjesë ndryshme. Ne kohë kanë dalë për shkak të arsyes të nevojës familjare, mandej shkaqet politike, dhunë, persekutim, maltretim deri te ekzekutimi i shumë si në krejt Kosovën, mandej mas lufte tash nuk e di a është nevoja apo është eufori, si çdo pjesë të Kosovës largohen të rit, largohen mjerisht. Do me thonë edhe këtë fshat e ka prek, kjo ikja e sikur krejt rinis. Kosovën. Gjatë që është shumë e keqe. Shumë e keqe. Për ndryshe ka një fshat që e pat infrastrukturën të rregulluar me ca e pas, plus edhe shumë afër qytetit, nuk pash ndaj arsye për largim. Po, tash jemi pjesë e qytetit. Qendrën e qytetit prej tu ku jemi kemi 3 kilometra qendrën. Po megjithatë jemi para lagje e qytetit. Para lagje e Mitrovicës. Po, para lagje e Mitrovicës. Edhe këtu në këtë pjesë të ashtu quajtur tash Lumi Ibër, Lugina Ibrit, jemi 4 fshatra. Gushavci, 2 Vinarcet, Vidim Riqi, jemi sikur edhe Qabra, në vërtet, po Qabra është komune e Zumin Potokut, jemi si një familje. Edhe gjithmonë jemi mojt, nuk e di të partë që kanë thonë, po jemi një familje, nuk martohemi me zveti. Jeni të një fisit. Po, ashtu Edhe sot e na vazhdoni. kanë thonë, edhe sot e vazhdojmë njëjtën tradit, edhe sot duhet ne kemi këtu afër. Do me thonë këta jemi shqiptarë ne në Këtë pjesë. Po. Sa i mbani sot lidhjet bashkë me bashkëfshatarët? E Mirë. përmeni që keni shumë Mirë, mërgjimtar. fshati si fshat është unik, po dhe me këto fshatrat për rreth, jemi unik, jemi për shembull në raste si të gëzimit, si raste martore, si çdo shtëpi vizitohet. Për çdo shtëpi vizitohemi, si në ngushëllime, si në perorime, në dashme, diçka, për afërsisht mrena në fshat edhe sot thirret, për mos me thonë i tërë fshati, po krye familjarët, sidomos krye familjarët thirren prej gjithë, edhe përfshihen mbare çfarë masie është për shembull darsma apo kanaxhezi si e thojmë na, thirren edhe magjërsisht, po kryesisht pa u thirrë krye familjarët nuk ka lënë. Nuk e harroni njëri Po, tjetrin. nuk ka. Aktivitete me mërgatën. Pa marrë parasysh, edhe nëse thirrëm, edhe nëse s'thirrëm, kur e dim si ka darsëm, për me përuru shkojnë gjithë. Sa mirë. Darsmat kështu i kem si veçanta, si shajt Tradit. veçantë. Kemi me folë edhe për darsmat, Po. se po i dëgjoj bile një muzikë që ashtu ndi, nuk e di anijet në mikrofona, mirë po kemi darsëm sot në fshat edhe kemi qëllu këtu, mësafer me thonë kështë. Tregon pak aktivitetet me mërgatën, me qenë se ka një numër shumë të madh, shumica e fshatrave kanë fillu me e kriju një ditë ose një javë të veçantë ku e mirëpresin mërgatën. Po. Sa e keni ju këtë ide ose çfarë aktivitete mbani? Bisedime si bisedime kemi pas, kërkesa ka, po diçka në mënyrë të veçantë të organizuar s'kemi mujt me bë. Për arsye se nuk po na përputhen datat. Pushime të Po, ndryshme. pushime për shembull Skandinavia i ka ndrysh, Gjermania i ka ndryshme, Zvicra ndryshme, a na kemi edhe në Amerikë shumë, një pjesë shumë të madhe kemi në Amerikë, nuk po na përputhen datat, nuk kemi mujt me gjetë një datë si me pas si model me bë caktimin, këtë grumbullimin e mërgjimtarëve, e jemi në mundim e sipër me bë, po ende nuk e kemi bë. Kështu që janë të mirë pritur kur do që vinë në vendindjen e vetë. Janë mirë priten mirë. Edhe kanë pas si mërgjimtar,
sidomos kanë pas kujdes për vendin këtu, na kanë përgjegjë për çka kemi pas nevojë. A ju kanë ndihmu? Shumë. Edhe na kanë ndihmu edhe familjeve, po edhe diçka me pas fshati nevojë në arsye deri tash për shembull nuk kanë qenë mundësit për shteti, po bie fjala me bon në rruga, me bo pastrimin, a rrethujat e vorreve, apo xhamin jemi i vetëm fshat në Kosovë mas lufte që kemi ndërtu me vetë kontribut se ne s'ka leju këfore, nuk kanë leju organet çfarë kanë qenë. Po, për monumente fetare me qëllime politike, atëherë s'kan lënë me bo investime dikush prej tjerëve. Kështu që kemi bo me vetë investim. Në cilin vetë dhe qysh ka ndodhë, ka ju ka ardhur ideja? Ka ardhur ideja se fshatin jemi 100% jemi shqiptar. Po shqiptar të besimit islam, edhe për atë arsye fshati ka pas gjithmonë haxhallare, haxhie, agjen e kanë pas hafuze kështu, edhe rrethi është i njëjti kështu që kemi pas nevojë, ka pas kërkesat nevojës, fal Zotit kemi arritë, kemi bë, tash e kemi edhe aty në afër xhamisë kemi edhe objektin për pritje, për të pamë, për raste ndryshme pak më. Në cilin vit e keni ndërtu xhami? E kemi ndërtu në 2000. Nuk e dini sakt, s'ka dartë. Veç që është në ditë shumë tashme mas luftës edhe është një shenjë mirë se qysh ka qenë organizimi i shqiptarëve më njëherë mas asaj periudhe të vështirë që e kanë pas populli. Çka më boni përshtypje ka edhe emri i fshatit. Nuk kom një ma herët, po as domethënie nuk mujta me e gjej diçka. Cilat janë tregimet e të parëve nga e ka marrë emrin ky fshat? Fshati si fshat e cika edhe ma herët, është këtë Ngushticën. është ajo moja atje edhe kjo moja, si Ngushticë. Po. Edhe si mas gojdhonave, si Ngushticë, si gush. Edhe i kam vetë kështu. Po, atëherë, sikur sa që kemi shumë fjallën nuk e bojmë termin adekuat çfarë duhet, po për shembull Skënderi në atë gushën. Fshati gush, gushavce, diçka si pe gojdhonave kështu karakterizohet, diçka tjetër ma shumë nuk kështu i kam vetë emri. Në çka janë marrë njerëz të këtij vani më herët? Ma herët unë s'ka për në moshën time ka pas punëtor, atëherë nuk ka pas mjete, si kur tash teknikë modernume, kanë punu me kuaj, punë krahu, kanë punu mjeshtri, kanë punu zeje ndryshme, për shembull, dhëndje guri, kanë punu kish pas edhe mneshta trushit, hardhi trushit ishin kanë disa, ishin marrë me zejet, me hardhi trushit, me kështu gjanash, po ma vonë, si kur çdo kënd ka fillu shkollimi, ka fillu inkuadrimi i qytetarëve, janë tash falë Zotit rinia, janë të inkuadrum krejt Kosovën, të përfshi mësues, mjek, lamit ndryshme, polici, ushtri, kompanit ndryshme, kemi në fshat kompanin, për shembull kemi disa kompani me eskivator, janë shumë të fuqishme, kemi kompani të autobusave, 2 kompani janë shumë për kompanive prestigjioze, si për shembull Ariani kompani, kemi kompanit ndërtimit, kemi restoranet të afër, e kemi kompaninë e Agim Bathirit, e shkretarit të Mitrovicës, tani deputet i Kosovës, kompania Hirama Mashtram me Kpurdha, që punëson disa qindra punëtorë, e kemi kështu, përgjithësi, kemi prekëm çdo kënd. Po thuj se krejt profesione kështu ma moderne, po tokën, a vazhdojnë me punu? Tokën fatkeqësi fshati jonë nuk posedon sipërfaqe. Ka ma shumë shtëpia të vendosura? Nuk posedon sipërfaqe të mëdha me e mvarën e familje vetëm prej toke, po me gjitha atë punuhet. Kultivojnë sera për familje, po edhe për të ardhëna familjare, disa sera ma të vogla kultivojnë, janë disa familje
ku merren me fermer baktive në kushte vetanake, janë disa familje kështu, për nevoja familjare sa i përket një kapsht apo një përpeme perime, po thuj se gjithë çka kanë e punojnë. Do më thonë kemi të bëjmë me një fshat punëtor, nuk është do më thonë prej aty në fshatave që e lanë tokën të papunume edhe janë dëmbela. Ja, me na dhon mundësia me pas punë për ekzistencë fare se kemi problem. Tregom pak për traditat e këtij veni. E përmendëm mikpritja ke njëna prej tyne. Tjera tradita çka keni? Qysh e organizoni darsmat? Peshë që po e ndëgjojnë krejt fshatin një muzikë që është u moj dasma tash. Tregom qysh janë nisë në dasmet prej ditës parë deri të fundit. Po darsma ka çdo kon Kosovë kanë filluar me marrë të tërkoje, po megjithatë këtë traditën e vjetër ende e kultivojmë, edhe pse kalojmë në moderne, po megjithatë për shembull fejesën, si fejesë e bojmë fejesën me kërkimin e dorës. Mundësisht edhe nëse njihen të rinjit, mundësisht e bojmë fejesën, thirrën tafrit, thirrën familjar, thirrën nëse ka ma mundësi me bo ma me shpenzu ma tepër, thirrët fshati, po edhe nëse s'thirrën, në përërim shkojnë gjithë familjarët, gjithë fshati. Mja uru njëni tjetër fejesat. Shkojnë gjithsesi, kështu. Po edhe nëse organizojnë, për shembull, me kalu prej kësajna tradicionale, me bo në lokal dikon, atëherë zhënohet rrethi, thirrën, jemi fshat që nuk ka na shkalojmë, mos me mujtë me thirrë për shembull krejt fshatin, preken pikat si kry familjar, jeni familje pak ma të gjërë, një kry familjar, ose trit, shok të qiftit moshatarët, thirrën gjithçysh, ata sa na shkalohen, ata në pazavendësueshëm, kështu që mirë i bojmë darsmat, mirë. Sa zgjat një darsëm në fshat juve? Po për shembull tash. Dhe natën e darsmës që e mbojnë në restorant. Po që sikurën nas jemi familje madhe. Fillojmë familjarët djelë të azhallarëve, kush erit 2 javë përpara me ardhë, më të bënë mramja, me bisedu me anej. Fillojmë ka pak muzika, organizojnë, dalin, vallëzojnë, me pas në e rina, e nusën, e vajzë, në 2 javë dhe darsëm. 2 javë përpara, bile më s'me thonë se bëhet tepri, veç kur i kom feju djemë të i kom martu, edhe një muj dit e kom pas qashtu në shpikur pa në bërë. A s'u lodhë për një mujtë të këtë për një darsëm. Nuk lodhë, se nuk vinë gjithë, jemi familje madhe. Popull gazmor. Po, mirë bëhet, të falë Zotit se ke punat e mërgjimtarët, neve na vinë mërgjimtarët ma shumë verës, vinë për Amerike, ata janë dërë lirë, kështu. Ju ndërmojnë që atë që keni që aty na barën ka... I kom restoranave. Po edhe kur bojmë darsën në restorana, rrethin e fshatit nuk e lejojmë kërkon. Marrëm të pona, marrëm muzikë, marrëm mbarët edhe këto populluar, edhe shahirat i marrëm, po edhe moderne, mbarët nuk e anashkalojmë traditat përpare. Të të mirujt, a? Po. Sa mirë edhe prej juve që edhe pse ka arë kjo koha moderne, prapë vazhdoni me i rujtë disa spaku prej traditave tuna. Insistojmë për fejes, edhe me në ardhë meshtë kur të bëhet për hajrë, po edhe nëse një vajzë e dham një familje tjetër, prapë edhe aty insistojmë edhe nëse nuk është dëshira e mikut bashkë, insistojmë me shku si familje me përëru, me kontradita, më ditë, më dhonë dëra, më dhonë... Më njëftu familjet. Po sigurisht, insistojmë, nuk i danë. Mi përmene odat, ma herët të që keni qenë njerës që keni japë shumë bëk. Tregëm sa oda i ka pas fshatë dhe sot akon jo të tillë. Od me kuptimin, tash na kanë marrë rinia onën, tash për ju thujmë të salona ma shumë, si kështu, dhe që kuptimi i odës nuk u pa asnjëherë, edhe pse e kemi një salon, e pas një dhëmë për pritjet, dhe t'i ku me pak për mosafir në i rast me pas gati asë një shtëpi se kemi kështu, kemi atë kuptimin oda që ka qenë vetëm oda, edhe ka nejtë burat në odë mos ka, po pe caktu me një dhëmë, tash po i thujmë dhëmë pritjes, veç gati çdo familje nëse ka pak mundësi me bo një ndërtes pak ma atë qonë, gjithë e kemi ka një vend kështu të caktum, kemi. Të kalumen qëshë u konë një odë në këtë fshat? Qëshë e keni organizu naja që mbajt ato? E kalumja po flasë për odë në familje time, gjyshi tamë për mos me folë për tjertë, se edhe të tjerë që ashtu kanë qenë, gjyshi ka nejtë në gjithë.
gjyshi ka pas 9 djemë. Ka pas 7 agjallarë. Agjallarët e tina, në agjallarët, do me thonë, vllaznia tina, i kanë pas ka 7 djemë, 8 djemë, si jemi familje shumë e madhe kështu, në fshat, po edhe kosheri tjerë rrethi, pa nejt me gjyshin disa burra nëd, bile s'paku një djallë, gjithë jyshu duhet me konë të shtëpia, për me nejt aty si kujdestar, edhe me shërbi gjyshin, po edhe me ardh dikush me i thonë, ornani, se jo, nuk ka pas me i thonë ai musafiri, ornani, edhe kur kanë ardhur musafir e meq prej viseve ndryshme, edhe të Mitrovicës të Kosovës, se jemi familje që kemi meq në gjitha treva shqiptare dhe në Malëzije, në Maqedonijë, në Presheve, kemi edhe dhonë edhe të marrë kështu, po kemi edhe shok, edhe atëherë kanë pas. Oda ka qenë një lloj, mos me thonë një lloj, si me thonë një lloj udhëhesie nashta e një venja, një qytetja, si lloj kovendi, aty u bisedu çdo gjë, u trajtu çdo gjë, u ardh për çështje ekonomike, për çështje edhe për situata. Unë e mojnë men i vogël, për shembull, për flamërë, kur e kanë grupet, një prej tyne migja em, i ndjerë Bejtullah Saiti, kur e që të ke flamurin natën e rujke, i grupet tjera me ta, edhe luftës fundit ju kemi përgjegjë si fshat, me përqindje kemi disa ushtarë, këtu ku përdo këtë e ka pas shpinë heroi tash i kombit i Kosovës, Aron Beka, të gërmadhat janë shpistina, tash kanë kalun pjesën këtu, kemi pas gjithmonë edhe në gjitha kornat edhe ju kanë përgjegjë. Njerëzat dëtar. Njerëzat dëtar ju kanë përgjegjë kohës, ju kanë përgjegjë rasteve. Po kjo qenurit në qëtë pjesë të Kosovës, do më thonë në veri, sa ja ka vështirësu jetën, sa keni pas probleme? Shumë kemi pas probleme, edhe para luftët, gjitha kornat, po edhe veç gjatë luftës, edhe mas luftës deri në 2004, si popullat, shumë kemi pas pengesa për lëvizje, nuk kemi pas drejt me shfrytzuar, edhe tash nuk shfrytëzohet ura hibrit, po kemi vë ura tjera, s'kemi pas drejt qarkullimi, kemi qarkullu në për ora, kemi improvizuar rrugë, qysh kemi mujt për lumin liber, gjithë kemi pas, na kanë pengu, për mos me thonë, po ashtu kanë qenë rrethonat. Çfarë të loshe për shembull tira përveç urës Tibrit ju kanë shkaktu ndonjëherë? Në ngjarje që e mban mend, qoftë para luftës, qoftë mas kohës luftës këto serbët? Mas kohës luftës me bo lëvizje, me u fut në pjesë ku kanë banu deri tash vonë, me u fut në Iria, po 2-3 për shembull grupet serbe me i vrejt, i kanë i kanë, mos me thonë, në atë kuptimin i kanë masakru veç, i kanë torturu s'ka i shmeresht, që e dini vetë janë edhe shumë incizime në për televizione, nuk ka pas mundësi me bo lëvizje në këtë pjesë. E sot? Sot fol kontributit të institucioneve të Kosovës, sidomos të policisë të Kosovës. Kosova është e liruar në gjitha pjesë, mundëm tash prej këtu me shku çdo fshat ku është i banuar vetëm me serb, ku dush në Kosovë, në veri, në Ujman, të gjitha pjesë deri te që pëthojnë atje të edhe i bardhë, për vizë kufitare, ku ka fshatra serbe, shqiptare, mundë me shku, pa kur pak problemi, siguria është e shtetit nivel. Në fakt, nave që na konë shumicën e vendeve dhe sërë që këna pas najtë të losh me sigurin. Ti për vete, a ke pas na ngjarje që të ka metë në kujtes e hidhur për shembull në fshat që të ka ndodhur nashta prej policisë serbe në atë periudhë regjime që ka qenë? Po, jam shumë herë i arrestum, në vitet e 90-ta, shumë herë jam i arrestum, i maltretum, si vetë, si person, edhe disa herë më është rrethu shtëpia, më është bastis, prej forcave serbe, jam i burgosur për armbajtje pa leje para lufte, jam i maltretum për roje fshatit për shkak të sigurisë të organizimeve disa periudha, sidomos për luftës, për viteve 90-ta, për luftës të fortë, familjes Adem Jasharit, Rekazit e Knej, fshati ka qenë gjithë i organizuar me roje, me ndryshme, jam i
i maltretum, mos me thonë me 10 herë, pa dhe me 100 herë, i morën e i maltretum e i torturume çdo mënyrë prej tyne, edhe falë Zotit, as se kom shu Kosovën, as para lutë, as pas lutë, edhe se lëshë edhe tash. Sa që është bënë mundi kër esha e fshatin në një formë krejt tjetër, se që ka qenë para lutë, i qlirum? Jam në mesin e gjithë shqiptarëve që kam pas fatin me gëzu lirin, edhe e gëzoj edhe shijaj shumë, me fanatisëm. Edhe po besoj këtu shkon një mesazh për krejt shikuesit ose ata të cilët veç kanë vendosur me ikë ose mu largu prej Kosovës, si një person që e ka përjetu luftën, një person që tash po e ja din krejt atë mundin sakrificën të parëve për këtë lirin që na kanë sjellë, cili është mesazhi drejtuar atyne që po largohen edhe po ja kthejnë shpinën këtij vendi. I ftoj gjithë moshatarët e mi, edhe me atë moshurit, po edhe mbrapa meje, çka kanë mundësi me dhënë mesazhin mos me na largu rinia. Po edhe ata që kanë pas fatin janë largu me komuniku, me bashkëpunu, me u trajtu në mënyrë tafërt, vllaznore, njerëzore, familjare, kur mos me harru Kosovën, një vend lindje është. Për neve shqiptarëve është Kosova, Shqipnia, na tjetër vend lindje dy nuk i kem, ekzistenca, buka e gojës, nevoja ndryshme, na për Evropë, na për gjetiju e Amerike, ku të dione, është nashta mundet me konë edhe nevojshme, vetëm edhe këtu ka mundësi mos me pas luks që raditën bile për ekzistencë, ka mundësi edhe këtu me... Nuk je ka askush. Nuk je ka askush, edhe folë solidaritetit që e kemë na shqiptarët, edhe kur ka nevojë nuk e kemi lënë dikanin e hjek, as në kohë luftës për bukës, bile s'paku s'ka hjek askush. Unë të uroj një jetë sa më të mirë në vendlindjen tonë dhe të falenderoj shumë për këtë bisedën, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe në ju faleminderoj, ju uroj për punën që po e bëni, edhe bëni sa më shumë. Bëni kontakte sa më shumë me qytetarët, me fshatrat. Faleminderit. Faleminderit shumë. E ne bashkë jemi të shtunën tjetër në terrenet të tjera. Ky emision mundësohet nga Telkos.